Shqipëria do të përfshihet në listën e vendeve të pakta në botë që do të sigurojë 100% energjinë elektrike nga prodhimi vendas brenda vitit 2030 dhe pas kësaj periudhe në këtë sektor vetëm do të eksportojë. Ky ishte zotimi që dha kryeministri Edi Rama gjatë një aktiviteti në Parkun e Energjisë së Erës 600 MW që po realizohet në Tropoj. Koha kur Shqipëria duhet dalë në treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit dhe ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësit plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Dhe kjo si rezultat i investimeve të bëra gjatë gjithë këtyre viteve, po jo thjesht i investimeve, por i një vizioni, i një programi dhe i një përpjekje të përditshme në drejtim e dur nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe të gjitha ekipeve. Sot, ato që dje ishin në plan në organizmin e shtetit shqiptar, ndërmarrjet e sektorit elektroenergjetik janë pararoj në administrim dhe në mirë funksionimin e tyre.